I dërguari i Donald Trump, Steve Witkoff, pritet të takohet sot me Vladimir Putin në Moskë në një moment kur diplomacia po intensifikohet për të gjetur rrugdaljen e mundshme nga lufta në Ukrainë. Sipas dhënëses së Trump, Caroline Leavitt, Washingtoni është shumë optimist për arritjen e një marrëveshjeje pas bisedimeve që zyrtar amerikan zhvilluan të dielën me përfaqësues të Ukrainës. Putin ka lënë të kuptohet javën e kaluar se do ta ndërpres luftën, vetëm nëse trupat ukrainase të rriqen nga 4 rajonet që Rusia i aneksoi në mënyrë të palishme në vitin 2022. Edhe pse Moska nuk i kontrollon plotësisht këto territore, ushtria ruse ka shënuar përparimin më të madh brenda një viti gjatë muajit nëntor, duke marrë nën kontroll rreth 270 milje katror, sipas analizës së agjencisë AFP. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se dorëzimi i territorit nuk është opsion. Ndërkohë Zelensky ndodhej të hënën në Paris për bisedime me presidentin francez Emmanuel Macron. Ky i fundit zhvilloi gjithashtu një telefonat të përbashkët me kryeministrin britanik Keir Starmer, duke riafirmuar mbështetjen për sovranitetin e Ukrainës. Gjatë kësaj kohe, aleatët europian kanë qenë objektivi formave të ndryshme të luftës hibride, përfshirë shkeljet e përsëritura të hapësirës ajrore nga dron dhe avion luftarak rus. Shefi më i lartë ushtarak i NATO-s shkoi deri aty sa të deklaronte të hënën se aleanca mund të konsideronte një goditje parandaluese ndaj Rusisë si një akt mbrojtës, sipas raportimit të Financial Times. Deklarata e admiralit Giuseppe Cavo Dragone u dënua menjëherë nga Kremlini, i cili e cilësoi jashtëzakonisht të papërgjegjshme dhe nxitëse të përshkallëzimit.